Zoti Zema, ju jeni njëri prej antarëve të Lidhjes Demokratike, do thosha i devotshëm, në vazhdimsi keni qenë në aktivitetet politike brenda kësaj partije. Por jemi dëshmitar që Lidhja Demokratike e Kosovës, sidomos këto zgjedhjet e fundit, por edhe më herët ka psu një rënje. A erdhi kjo rënje si pasojë e gabimeve për brenda strukturave udhëheqëse të Lidhjes Demokratike, apo ishte edhe një farë lloj reaksioni i ambicjeve personale të individëve brenda partisë juaj? Si do t'i shpjegoni këto? Po, unë i takoj, mos ta quaj veten një gjenerate të hershme, që për shkak ndoshta të afërsisë ose të angazhimit hershëm politik, kam pas fatin që t'jam bashk edhe në ekzekutiv, ta quajt e partisë, në këshill të përgjithshëm ose si pjesë e kuvendit të Kosovës, edhe me themeluesit e partisë. Dhe po ashtu edhe kur ka pas edhe ndrime të kryetarëve ose ndrime edhe të gjeneratave të ekipeve udhëheqëse të saj. Ajo çka kom pa dhe të cilën unë gjykoj që nuk kem qenë zot ta mbrojmë është sulmet e vazhdueshme që janë bërë ndaj Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe sfundi, jo sulmet që kanë qenë vetëm ndaj njerëzve ose linqimet ose gjykimet, deri edhe te ajo që në Kosovën e pas luftës LDK është dëmtuar edhe në njerëz, sepse ka pas edhe vrasje të figurave, mos t'i quaj kryesore të LDK-s edhe të luftës për çlirim që kanë qenë mbështetës të presidentit Rugova, dhe i ka përballu gjithasaj stigme. Në kohët e fundit duket që ajo që është fatë si problemi brendshëm është humbur një farë lloj solidariteti në mesin ton politik, dhe atëherë është kriju mundësia gjithë të tjerëve që t'i fusin durët në veprimet tona, në gjykimet, dhe kjo ka kriju një ndarje edhe në perceptimin e elektoratit ton, por edhe ka kriju edhe një mosbesim se ka orientohet dhe cilat janë veprimet institucionale të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Edhe pse kanë qenë veprime konsistente, kanë qenë të pastërta, nuk kanë pas hile, këto e mbroj edhe thëmë me fanatizëm, po në fundit nuk ka marrë besim. E besimi tash duhet rishikohet, është për shkak të njerëzve, është për shkak të veprime politike dhe duhet të riparohet sa më shpejt. Ajo çka është një mirë se edhe kundërshtarët politik, edhe njerëzit që për një momentin larguar nga LDK e kanë fokusin të Lidhja Demokratike e Kosovës dhe presin edhe veprime institucionale, po edhe veprime të brendshme se si tece tutje. Unë një shumë njerëz, një votues, cilët nuk e kanë votu LDK-n, por kujdesin ose interesimin për Lidhjen Demokratike kanë shumë të madh, siç ishte rasti për zhvillimet e fundit, kuvendin, ose edhe për rezultatin zgjedhor. Kjo flet shumë, kjo flet që ne e gëzojmë një mbështetje të heshtër, por atë duhet ta rikthejmë, dhe ajo për mendimin si rikthehet është duke ndajtur elektoratit afër, duke komunikuar lirshëm, duke leju mendimin e lirë, duke respektuar meritokracinë, duke jap hapësinë të rinjve dhe trejave që tecin tutje, dhe duke krijuar një ambient i cili krijon mirëbesim dhe rikthen LDK-n edhe në bazat themeltare të saj, sepse baza themeltare e jona është liria, pavarësia dhe demokracia. Dhe pa fuqizimin e demokracisë, as nuk zhvillohet Kosova, por as nuk ndihmohet as LDK-ja nga brenda.